Do ngeleni pa fjalë, jam mrekullia që bën lëngu i hitrave për flokët. Për të përgatitur çajin, juve ju nevojitet një lugë gabima e tharë dhe e grimcuar. Kjo masë hidhet në një gotë me ujë të nxehtë dhe lihet në qetësi për 15 minuta. Persona që kanë probleme me zboktin, u rekomandohet larja e kokës me çaj hitrash 2 deri në 3 herë në javë. Floku juaj është i thatë, i pashëndetshëm dhe i zhveshur nga sebumi, yndyra natyrale e flokëve. Në një enë rrihen 2 të verdha vezësh. Shtoni një lugë gjelle mjalt, 5 deri në 10 pika vaj esencial hitre dhe një filxhan kafeje me çaj hitrash. Përzjeni përbërësi dhe më pas masazhoni flokët. Lëreni të veprojë për 2 orë dhe lani kokën si zakonisht, por shpërlarjen e fundit bëheni me çaj, kështu ju do të habiteni nga rezultati që do të keni.